arsye, këta tashmë i ka bashkuar interesi personal përsëri. Janë ndarë për interes personal dhe janë bashkuar për interes personal. Dhe ky demaskim i vetvetes është lexuar mjaft mirë nga publiku i Kosovës dhe kjo nuk do të prodhoj fare në rritje, por do të jetë kundërta. Unë çuditem me këta njerëz që nuk heqin dorë nga të bërit keq dhe tentojnë të rrisin votat të publiku i Kosovës, i cili e do shtetin dhe e do atë blok. E ka një kontradikt të madhe tek mendësia e këtyre njerëzve. Unë nuk di se si kërkojnë në votë të një popull që e do vendin e vet. Ndërkohë që këta bëjnë veprime që nuk shkojnë as për interesin e shtetit, as të popullit. Pra është një metamorfozë e çuditshme te këta njerëz. Albin Kurti po heq çdo palë zgjedhje nga një. Tani iku Memli, iku Limaj, tani e ka radha Ramushi bie. Tek pyetja se si duhet të ndërtohet opozita e re, unë mendoj që duhet të shkojmë drejt një riformatimi të përgjithshëm. Por ky riformatim i përgjithshëm nuk do të thotë shuarja e opozitës dhe krijimi i dalja një opozite të re dhe loja me këto rregulla të cilat janë vendosur. Kosova ka një kushtetutë i cila e vështirëson funksionalitetin e saj dhe ka një sistem politik që nuk i rekruton më të mirët, që madje e lufton virtytin dhe shumë më vështirë që mendjet e ndritura të ngrihen në poste drejtuese. Për këtë arsye, riformatimi së pari duhet të jetë ideologjik. Së dyti, duhet ndryshuar kjo kushtetutë, e cila nuk është në hap me kohën dhe kërkesat që ka nevojë Kosova. Duhet të ndrohet sidomos në një tre i saj ku është ndaluar paraqitja për referendum për çështjet madhore që i duhen shtetit tonë, dhe duhet të ndrohen të gjitha dispozitat që i kanë garantuar listës serbe instrumentit të shtetit të Serbisë brenda Kosovës një fitore ose një përfaqësim në parlament edhe kur nuk i ka votat. Pra serbët kanë vende të rezervuara në parlament. Me këto 10 vende pa ta nuk mund të bëhen ndryshime kushtetuese dhe kemi pasur deri në vitin 2018 vështirësi për krijimin e ushtrisë, pikërisht pse nuk donin serbët, dhe ata u shfaqën si mjaft të rëndësishëm për shkak të kësaj formule në çdo krijim të qeverive të Kosovës. Dhe sot, domethënë, një barë të cilën zoti Haradinaj nuk e hek dot nga karriera e tij, është pikërisht që ishte i detyruar të bashkëpunonte me listën serbe për krijimin e qeverisë së tij. Pra, në qoftë se do të riformatonim shoqërinë, duhet të riformatohet së pari mendësia, pastaj domethënë të prodhonte një legjislacion të ri, t'i bëhen updated e duhura kësaj kushtetute e cila po na mban domethënë peng, dhe të krijohet mundësia për shfaqjen ose për deklarimin përmes referendumit që i është ndaluar Kosovës me kushtetutë për gjëra të rëndësishme. Pastaj, kur të krijohet mundësia për një referendum, të hapet rruga ligjore për referendumin, ne do duhet të kalonim nga një sistem parlamentar që është antikombëtar për mendimin tim dhe e ke te libri im analizën e një parlamenti që pengon këtë komb të zhvillohet, të konsolidohet dhe të bashkohet, dhe duhet të kalojmë tek vendimarrja më e koncentruar për t'i hapur rrugë një autoriteti shtetëror më pak burokratik dhe më të fuqishëm në vendimarrje, pra modelet e shteteve presidenciale. Sepse në logjikën time, në kohën kur në vendin tonë veprojnë dhjetra shërbime të shteteve të huaja, të cilat përmes ndikimit të butë, përmes OEQ-ve, përmes kulturës, përmes fondeve të ndryshme, në bursave, përmes edukimit të studentëve në vende të tyre e të tjera, çojnë agenda të tyre përpara në Kosovë dhe po na krijojnë domethënë një pjesë të madhe të skenës tonë politike. Dhe duke qenë se këta njerëz pastaj përfundojnë në kandidat në të gjitha partitë brenda Kosovës, po krijohet një shumicë solide sabotuese, e cila domethënë brenda sistemit ligjor i saboton të gjitha projektet të cilat Kosovës i duhen realisht. Pra duhet të kalojmë, duhet të riformatojmë shoqërinë në këtë kuptim. Dhe pastaj është lehtë të dalë të krijohet një
binom, ose një, jo binom se u shpreha keq, po të krijohet një lojë, një alternativë politike me dy parti të mëdha. Domethënë të kemi një krah. Po, të bëhet gara përmes dy partive të mëdha dhe pastaj të kemi shumë më lehtë vendimarrjen edhe krijimin e institucioneve. Shqiptarët për nga natyra janë popull i cili në grup veprojnë pak vështirë për shkak të ndoshta një geni udhëheqës të cilin e kanë zakonisht popujt perandorak, që e kemi dëshmuar në perandorin bizantine, domethënë për një kohë të gjatë, duke qenë udhëheqës të asaj ose elitar të asaj perandorie, por edhe më vonë në perandorinë osmane një elitë të tërë shqiptare që kanë udhëhequr që deri në brigjet më të larta të asaj perandorie. Pra kemi një shqip të vështirë veprimin ose vendimarrjen kolegiale. Për këtë arsye, riformatimi duhet të shkojë në atë që unë e thash pak më herët dhe krijohen vetvetiu opozitat e dukura për vendin. Zoti Blakaj, për ta mbyllur me zgjedhjet aty, të lutem ju nuk keni dilema për kryeministrin e ri, por kush do arrijë që të zgjidhin këto zgjedhje dhe çështjen e presidentit e para, dhe e dyta